Partia e Lirisë dënon me forcë procesin gjyqësor politik në kuadër të së ashtu quajturës çështje partizani, një farsë e turpshme dhe shembull tipik i kapjes përfyti të drejtësisë nga regjimi autokratik dhe i korruptuar i Ramadurës. Ky proces është jo vetëm një sulm i pastër politik ndaj liderit historik të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, por edhe një dëshmi e qartë se drejtësia në Shqipëri është kthyer në një armë të pushtetit për të azjesuar opozitën dhe pluralizmin politik, si dhe për të friksuar çdo që ngre zërin kundër Ramadurës. Nëse SPAK do të ishte vërtet i shqetësuar për të hetuar në themel çështjen partizani, i pari dhe i vetmi njeri që ka firmosur e zeza mbi të bardhë tjetërsimin e terrenit të klubit sportiv Partizani dhe që do të duhej të ishte marrë prekosh i pandehur është Edi Rama. Por ky fakt afërmendsh nuk vlerësohet nga prokuroria politike e Edi Ramës, që belbezon dhe nuk guxon të nisë hetimet dhe as të marrë të pandehur krye narkomanin e kapur në flagrancë si në qindra afera të përbindshme korruptive me firmën dhe me vullën e vet Edi Ramës. E kundërta ka ndodhur në fakt pas urdhit të drejt për drejt të vet Edi Ramës nga tribuna e Asamblesë së Partisë Socialiste në maj të vitit 2022 për të hetuar dhe ndjekur penalisht Ilir Metën dhe Sali Berishën, SPAK ka shpenzuar 3 vite duke sajuar një dosje që nuk përmban asnjë fakt penal, asnjë dëm ndaj shtetit, asnjë përfitim të palishëm dhe asnjë ndërhyrje nga ana e profesor doktor Sali Berishës. Faktet në fakt janë kokforta. Toka në këtë çështje ishte dhe mbeti pronë private e trashëguar nga 5 familje të Tiranës, përfshirë edhe familjen e gjyshëve të dhëndrit të doktor Berishës, se nuk ka patur asnjë metër kator tokë publike të përvetësuar, asnjë qindark dëm për financat publike dhe asnjë akt shtetëror të ndërhyrë nga zoti Berisha. Hetimi ka përfshirë edhe mbesat e tij ende të palindura në atë kohë, ka shkuar në arkiva 100 vjeçare, ka hetuar sponsorizime fiktive për fushata lokale, duke prodhuar vetëm një absurditet grotesk që nuk do ta pranonte asnjë drejtësi e qytetëruar. Pas 5 vitesh hetimi të thelluar dhe personal, është tani më e provuar se doktor Berisha dhe familja e tij nuk kanë përfituar asgjë për te ligjit dhe kanë jetuar në mënyrë modeste me kursime të justifikuara dhe pa asnjë dyshim pasuror. E vetmja provë e prokurorisë politike është solidariteti familjar dhe aktet e bamirësisë së vajzës së tij dhe të dhëndrit të zotit Berisha, të cilët kanë ndihmuar me mjetet e tyre personale fëmijët autik, si dhe kanë mbështetur aktivitete kulturore kombëtare pa asnjë lidhje me përfitime politike apo financiare. Ky pra është një proces i turpshëm, një tentativë e dëshpëruar për të larguar vëmendjen nga skandalet e një qeverie, më falni, të zhytur në krim, në drogë dhe në korrupsion galopant, standardet e hetimit të së cilës u vullosën që me rëmbimin në aeroport të profesorit të nderuar Jamarbër Maltezi, i cili prej 2 vitesh vion të mbahet në izolim politik nga regjimi i Ramadurës. SPAK refuzon të hetoj aferat e vërteta të Edi Ramës dhe qeverisë së tij, si VKM-t klienteliste, koncesionet mafioze, grabitjen e pronave publike dhe dëmin prej miliona euro të dokumentuara në vendime gjykatash, fakte dhe prova që ulërasin çdo ditë, por që SPAK nuk ka sy t'i shohë dhe as vesh t'i dëgjojë
duke i cilësuar afërmendsh si krime intelektuale të vështira për të hetuar. Partia e Lirisë dhe qytetarët shqiptar nuk mund të pranojnë kurrë një drejtësi të përdorur si veglëqore e narkoshtetit, që prej më shumë se 8 muajsh vijon të mbajë në izolim ekstrem, pa fakte dhe pa prova penale, presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, të rëmbyer në mënyrë kriminale nga narkoshteti, me urdhër të Edi Ramës, me porosi të Charles Megonigalit dhe me firmën e Altin Dumanit. Nëse s'pak, vërtet do të ishte i interesuar për të zbardhur çështjen e lobimeve, i pari dhe i vetmi njeri që duhet të ishte i jetuar, të ishte marrë i pandehur dhe tani më të ishte duke vuajtur dënimin, duhet të ishte Edi Rama, i cili ka shkelur jo vetëm ligjet shqiptare, por edhe ato amerikane, e faktuar si në rastin e gruas së Bilalit, për të cilin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sot një të dënuar, si dhe në rastin e korruptimit të ish-zyrtarit të lartë të FBI, Charles Megonigal, gjithashtu të dënuar me burg në Amerikë, sipas një akt akuze publike ku Edi Rama përmendet të paktën 14 herë. Edhe për çështjen Qesdia, i pari dhe i vetmi njeri që duhet i ishte hetuar dhe duhet i ishte marrë i pandehur prej kohësh, është Edi Rama, i cili i fali 600 milion euro Qesit, duke i shkaktuar një dëm kolosal buxhetit të shtetit, por që afërmendsh as nuk hetohet dhe as nuk merret i pandehur nga prokuroria e tij politike. Partia e Lirisë është e vendosur, më shumë se kur, të qëndrojë fuqishëm përballë çdo përpjekje për të kriminalizuar opozitën dhe për të shtypur zërin e së vërtetës dhe transparencën. Proceset fund të krye politike ndaj presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, dhe ndaj liderit historik të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, janë dëshmia më e qartë e një regjimi që po bie, që po shkërmoqet nga brenda dhe që nuk ka më as legjitimitet moral, as politik dhe as ligjor, të faktuar tani më me terrorin elektoral të 11 majit dhe të dënuar qartësisht nga të paktën 5 rezoluta ndërkombëtare, nga vetë Parlamenti Evropian, si dhe nga vetë kreu i misionit të vëzhguesve të ODIHR dhe së fundmi edhe nga Asambleja Parlamentare e OSBE-s. Të gjitha proceset kriminale kundër Ilir Metës dhe Sali Berishës, kundër Fatmir Mediut, përfshi edhe dënimin politik ndaj deputetit zemërluan Ervin Saliani, nuk janë asgjë tjetër vetëm akte banditeske nga drejtësia me regji për të mbuluar përgjegjësitë e drejt për drejta, personale dhe shumë të rënda të Edi Ramës, duke filluar nga mega afera e inceneratorit inekzistent të Tiranës që ende vijon, nga tecet lundruese të Vlorës, që vijojnë të glaborojnë fonde publike pa prodhuar asnjë ditë, asnjë kilovat të vetëm në orë, nga PPP-t dhe koncesionet e përbindshme korruptive, nga porti i Durrësit, nga tuneli i Llogaras, nga rrugët e Florinta, charterat privat dhe qindra mira tendera sekret që nuk ndalin së zhvaturit taksat e qytetarëve më të varfër të kontinentit. Drejtësia e vërtet do të vijë dhe askush nuk do të mundet dot t'i shmanget transparencës, ballafaqimit dhe së vërtetës. Edi Rama dhe regjimi i tij do t'japim shumë shpejt llogari përpara ligjit dhe në veçanërisht para popullit shqiptar për krimet e përbindshme që kur nuk do të amnistohen. Faleminderit.